aktualisht që flasim, kanë filluar rreshjet e të borës edhe në qytetin e Gjirokastër, po pas kësaj situate shpresoj që atraksionet turistike, domethënë, ta gjallërojnë edhe çik atë jetën pas kësaj situate që ne përjetuam. Aktualisht, në qarkun Gjirokastër, po e nis nga situata më e vështirë, është një qark malor kodrinor, kur situatat e më të mëdha gjithmonë sa kemi rreshje janë ato të rëshqitjeve. Aktualisht, në qarkun Gjirokastër kemi 13 familje të evakuara. Në bashkinë Gjirokastër kemi 2 familje në lagjen Manalat, 2 familje në fshatin Labove, Zhapës, njësia administrative Odrije, 4 familje në përmet në lagjen Sede, 3 familje në njësinë administrative Zagorie, Bashkia Liboov, dhe 2 familje në Memaliaj, në njësinë administrative Memaliaj Fshat. Akset rrugore, aktualisht që flasim, aksi rrugor përmet 3 urat, pranë fshatit Petran, është bllokuar qarkullimi që dje në mbrëmje për shkak të rëshqitjes së një pjese të trupit të rrugës dhe është e pakalueshme. Ndërkohë që nga informacionet e fundit që kemi, firma kontraktore e mirëmbajtjes është në vend, po merr të gjitha masat për të bërë aksin të aksesueshëm për qytetarët. Aksi kombëtar Tepelen Gjirokastër në vendin e quajtur Shkalla e Zezë, pra fshatit Hormov, sensi i kalimit është me një kalim për arsye të rënies së inerteve, të shkarjes së dherrave dhe po monitorohet nga strukturat e emergjencave civile, Policia e Shtetit dhe Policia Rrugore. Akset rurale. Për akset rurale mund t'ju them se po punohet në njësinë administrative Antigone, Bashkia Gjirokastër, për dëmtimin e një ure të vogël e cila bën të mundur lidhjen e 3 fshatrave, Tranoshisht, Saraqinisht dhe Krin.